Gropat në pjesë të ndryshme brenda zonës urbane vazhdojnë të shoqërojnë rrugët e qytetit duke shkaktuar telashe të shumta në qarkullimin e rregullt të komunikacionit rrugor. Ekipi ynë ka qëndruar sot në terren dhe ka marrë pamje nga gropat e shumta që gjenden në zona të ndryshme të qytetit. Gropat jo vetëm që po dëmtojnë makinat të cilat qarkullojnë, por në të njëjtën kohë po përbëjnë rrezik edhe për kalimtarët tjerë. Disa më të vogla, disa më të mëdha, disa prej tyre më të thella e disa më sipërfaqësore, përsëri po konsiderohen si të rrezikshme dhe është kërkuar sanimi menjëhershëm në mënyrë që të shmangen rrezikët që mund të vinë nga prania e tyre në zona të ndryshme të qytetit. Në lidhje me këtë situatë, redaksia e televizionit Syri i është drejtuar komunës së Gjakovës për sqarime konkrete të gjendjes aktuale të gropave në qytet dhe se a ka ndonjë kompani të kontraktuar momentalisht për sanimin e gropave, por që deri në transmetim të Kronikës nuk kemi pranuar përgjigje.